Bashortja e faraonit, Asja, që është përmendur, nuk është përmendur me emrin e saj, me emrin Asja bintu Muzahim, transmetimet e haditheve i japin emrin e tillë. Kurani përmend atë me emrin gruaja dhe bashortja e faraonit. Pra është njeriu i cili, le të themi, i heq arsyeën dhe pretekstin çdo kujt për thënë që dua të jem besimtar, po ambienti ku jam nuk më lejon diçka të tillë. Shoqëria është e keqe, familja nuk më inkurajon për besim. Zoti e sjell atë si shembull që kur njeriu dëshiron besimin dhe Zoti e di sinqeritetin e njeriu që ka në zemrën e tij, Zoti e mbështet atë dhe ajo jo thjesht mund të bëhet besimtar, ai njeri, por mund të bëhet shembulli dhe kulmi i besimtarëve. Pra, është një bashkim shumë interesant, gati i paimagjinueshëm, i pabesueshëm, se si mundet që të bashkohet kulmi i arrogancës dhe i kufrit dhe i mosbesimit me kulmin e besimit dhe modelin e gjithë besimtarëve. Pasi Zoti shembullin dhe rastin e Asjes, bashortës faraonit, nuk e drogon thjesht si besimtare, por thot Zoti, daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Zoti ka sjell shembull dhe model për të gjithë ata që besojnë bashortën e faraonit. Edhe është interesant që shembulli dhe modeli për të gjithë ata që besojnë, burra dhe gra qofshin, është një grua. Dhe është bashortja e faraonit për të treguar që besimi është një ndjenjë aq e fuqishme dhe nuk ka gjë që e ndal atë, nuk ka pushtet, nuk ka arrogancë, nuk ka kufi që mund ta thyen dhe mund ta dëmtojnë besimin kur është i fuqishëm në zemrën e njeriu.